Zajazi. Zajazi është një krahi në vete, e madhe dhe krenare që graviton një popullsi etnogjene, që shtrihet në veri perëndim të Kërçovës, jug perëndim të Gostivarit dhe në lindje të Dibrës së Madhe. Sipas regjistrimit të fundit në komunën e Zajazit jeton 11.605 banor, të cilët të gjithë janë shqiptar. Fshati Zajaz është i përbërë prej 5 lagjeve të mëdha, ku njëra nga këto lagje është lagja Zajaz Teqe. Lagja Zajaz Teqe i takon komunës së Zajazit. Në këtë lagje jetojnë 2000 banor dhe numëron rreth 300 shtëpi. Si fshat është i banuar me shqiptar, që nga themelimi deri në ditët e sotme. Në të kaluarën banorët e fshatit janë marrë me bujqësi dhe blegtori, ndërkaq dekadat e fundit për shkak të krizës së thellë ekonomike, një pjesë e madhe e kësaj popullate fatin dhe perspektivën e kërkuan në mërgim. Rrugën e Gurbetit e morën shumica e banorëve të fshatit. Papunësia dhe paperspektiva kanë qenë dy faktorët kryesor të cilët drejt për drejt kanë ndikuar në largimin dhe emigrimin ekonomik të popullsisë, kryesisht të rinjve dhe familjeve të tyre. Faktor tjetër kyç ka qenë edhe mungesa e mjeteve investuese në shtet, e posaçërisht punësimi i kuadrove jo shqiptare në institucionet e shtetit. Në këtë lagje mund të shohim shtëpi të mëdha dhe të bukura, por kur afrohemi e vrejmë se ato shtëpi janë të mbyllura, ose mund t'i gjejmë vetëm plakun dhe plakën, të cilët kanë mbetur të vetmuar sepse bijet e tyre kanë marrë rrugën e mërgimit. Jo që mos harrojmë se insanin i kemi në emigrim ne. Kurse marrë themi, se çull hall themi, unë në familjen time 5 paja ku mbëshel. Ka 5 antar, 25 antar. Ajo është humje. Mirë për, ma tjerë, sa popullat ka pas ma tjerë, asa ka sot. Sot, din ma këshoma që mjezdi që nësë që në këtë pitu. Sa njështë në pjek shodhës. Sa njështë, hës nuk ka asnjë. Hës nuk ka asnjë. Janë këtë një migrim qëta që janë e kanë hop hesabin, se janë pa punë, një areshi qëllanë. Unë i di ata që janë për jashtë se unë vetë këmë qenë një 10 herë në Amerikë. Unë këmë familjen gjithë e këmë në Amerikë, unë këmë veç një gjallë të ta. Dhe këta veç 5 pa jam shelë, gjithë familjen atje. Ashtë të ranë. Ata veç mund vinë me snejkën. Në që se i binë fëmija, mund vinë me snejkën. Ma bujmë dhe për fëmijën veç i kanë. I kanë orientua që për doktora janë bua, profesora janë bua, të nuk menore të vinë këmë të fjera, që va? Që duan ata fjera? Këmë gëzlajon, doktore din, të këta din. A bre babë në luktunik, me ku me babë, se këmë mësosa me qifutët, ta që me jahudit, sa këto sa rejnë të fjera. Doktor, a ka më një e ka njën shkuapin që jemi ma zdjerit, e në ka shku ka Italia, ka Gjermania, ka të gajë. Se jetë a i ma këtu? Nuk. Në lagjen Zajaz Teqe ekziston xhamia vjetër, e cila është një objekt i vjetër i arkitekturës fetare, e cila është në rrezik të shkatërrohet në tërësi. Por për ndërtimin e kësaj xhamie nuk kanë gjallë interes as banorët e fshatit Zajaz, as Myftënia e Kërçovës. Më tepër rreth xhamisë shpjegon Haxhi Ali Shehu. A mundet që jemi xhamaj për 500 vjeç në pikujnë. Se insani shkuën e bjen një qerë të jemi para kohës që jabë. Dhe sot, para kohës, para 100 vjeç, e bje e thot, kjo është, e bje me dollar, ose me a ne simbolin të fejes para 500 vjeç e lanë të vdijes, se kjo vdjeka, e në për katunin, e në për fejen, e në për gjithë. Pikujnë që në kërë din të përna malë, këtë botë. Xhamaj 3. Qarë xhamaj 3 që bërë? Ja ke shkatru të mjelin xhamaj 3. E në që shpënuem një, se sa respektuem një një qëtër. Kuel kërëtari
i xhamës, shkol imami, ditën e gjumas, aftoft karot ata. Sigurisht e kërkon për vetë ta bëj, nuk kërkon për vetë, e kërkon si për katon. Banorët thonë se lagja atyre është lënë pas dore. Nuk bëhet asnjë investim për përmirësimin e kushteve. Ata thonë se vetëm kur vjen koha e zgjedhjeve u premtojnë se do të bëjnë ndërtime. Por pasi kalojnë zgjedhjet ato mbeten vetëm fjalë. Këtë realisht nga komuna as pak nuk investohet, më nëmë thëmë 0%. Në kanë gjatë disa ja, si për shembull shkit veni këtoni, në çdo zgjedhje, ka 4 vjet, 6 vjet, çdo 2 vjet e gjasin sa të kalojnë zgjedhjet e bujnë. Sa të kalojnë zgjedhjet e bujnë, ala është pa punë, ala është shenja e tokës ku ka rrezik edhe varrezat edhe rruga, edhe shumë vejse tjera që s'investojnë as pak. As edhe burën se pastrojnë kur të pastrojnë në sezonin e dimrit. As edhe vijat si bujnë, as edhe një grup se bujnë, as edhe një sjalisën dhe bujnë. Vetë një që shërbujnë, komuna gjithë që si ndihmon për dhe ma i pengon, u bënë thot se ka konkurencë më të madhe, bimpi i vejsive tjera, im shefin të nderet, im shefin punën e tregujnë për 2.000 euro, shë ka qenë punë për 20.000 euro. As pak një zdim, as një nga këtë dëmë do një punë, ose ndonë pa këtë fkatë si afaris, vesë në fund vitit për të marrë pare të atë firme. Apo një shumë firme, ku janë zgjidhje, dhujnë në vitre të më marrë në dhujnë të ndryshmere, edhe hitin në qasë që zgjidhje në. Ky njerëz nuk ka 2.000 nuk janë gjithë, ama 1.000 ka. 1.000 banor ka që jetojnë, që ekzistojnë, që punojnë. Edhe kanë, kemi mjaft afarisa, janë prezente ata i shohin edhe ata vese ka. Më po mbun sikur s'ka. Në këtë komunë veprojnë shumë aparis, të cilët me punën e tyre kontribuojnë në punët infrastrukturore të kësaj lagje. Gjithashtu vlen të theksohet se disa prej tyre, edhe pse paguajnë obligimet tatimore ndaj komunës së Zajazit, ata shprehin pa kënaqësinë e tyre ndaj këtyre organeve kompetente të vetëqeverisjes lokale. Hekraria Gëzimi, njëra ndër firmat e shumta që vepron në këtë lagje, me vetë kontribut ka ndërtuar murin me gur, i cili shërben si rrethoj për varrezat e fshatit. Ky investim kushton rreth 12.000 euro. Ndërtimin e murit e buni Gëzim Shahini, me vetë kontributin e tij, jemi mirënjohur një si bashki lokale, ka bu mbi 500 metra mur, domethënë ose një vlerë për 12.000 euro, edhe mbi të gjithë thotë që ala do të vazhdoj të investoj, edhe shumë i falenderojmë atij, ka bu mjaft një punë edhe për ne si zajesteqe, edhe për vetë varrezat që pak a shumë që rregullohen pak të dalin më të bukur.
Gjithashtu në lagjen Zajasteqe funksionon edhe shkolla fillore Reç Rushi Zajazi, ku mësimin e ndjekin nxënësit prej klasës së parë deri në klasën e 4. Në këtë shkollë punojnë 16 arsimtarë, 2 ndihmës punëtor dhe mësimin e vijojnë 71 nxënës. Më tepër shpjegon edhe arsimtari i punësuar në këtë shkollë. Numri arsimtare në këtë shkollë është 16 arsimtarë. E 2 ndihmës punëtorësh. Numri i nxënësve shumë ka rënë. Nga viti 1994 pjesën ka qenë për 126 nxënës. Tani kemi arrit në 71 nxënës. Ndryshe ka 5 paralele. Numri i nxënësve ka rënë po të themi 50%. Nxënësit janë të mirë, sjellshëm të rregullt, arsimtarë të mirë punojnë. Mirë po për shkak të migrimit të prindërit e tyre në Itali, dhe mos e kanë shkuar shumë, në Zvicër, edhe në Gjermani. Për shkak të tyre rezulton numri i nxënësve. Përpjekja vetë që mundën nxënësit të vazhdojnë që shumë prindët që shkuajnë në punësime vendet e jashtme, shtetet e jashtme, është mirë që fëmijët e tyre të lejnë sidomos një në shkollën e mesme të mbarojnë këto. Mirë po atë obligime një s'mundin t'i kape, atë do të vetë prindët të interesohen që fëmijët e tyre të edukohen, të arsimuhen, të jenë të pasur me dieni. Ne nuk mundim në mënyrë tjetër të veprojmë për mbi atyre. Ne mundohemi gjithsesi që fëmijët me biseda, kontakte me ta, që fëmijët mos i marrin, të vazhdojnë të, po jeta e tillë është edhe ata me të gjithë familjen shkojnë në shtetet e jashtme.
Por banorët e këtij fshati nuk e kanë lënë anësh as këngën burimore kërçovare, të cilën e duan dhe e ruajnë me sakrificë të madhe. Rreth këngës burimore kërçovare, më tepër shpjegon një nga anëtarët e grupit të Zajazit, Zotri Arslan Tafa. Përsa i përket këngës burimore të më përparshme, si që majmë men ne si fëmijë, si kënoshte në përdhoma pa instrumente, ndonjëherë me kafalla. Me kafalla po kishte do që u binjën kafallave, edhe vazhdojnë grupe, kanë pa instrumente. Ne si fëmijë vetëm nxonjëm, ose ndonjëherë edhe mrena nuk ishëm, po nxonjëm. Mirë po, ndërkohë, ma përpara s'kishte teknikë për incizime për ato, me do thjesht radione, të rejt do matë vjetër se ne mundohun të vazhdojnë atë, deri diku, e rujtën deri diku, mirë po, ndërkohë zunë pak të zhduket. Me qenë se ka në tash që i përdurin këngët e vjetra, ne mundohemi të rujmë sa duhet, vetëm se aj originalitet që ishte, është pak ranë të jetë bash ashtu si që ka qenë. Erit jalazaja zasmor ju koji inin karbonec ju pusej në makini. Ju pusej në makini, se ferzaja zin qajo shmaki, se ferzaja zin qajo shmakini. Se ferzaja zin qajo shmaki, ini don qeli kun të parmaki, ini don qeli kun të parmakini. Ordon qeli kun të parmaki, ini katëri tëngën bëlljuk bashmaki, ini katëri tëngën bëlljuk bashmakini. Dhe shkrujna një letër ta qojmë në she, here shkrujna një letër ta qojmë në shere. Shkrujna një letër ta qojmë në she, e këna qojnë gjepëhone të na binë fyshe, e këna qojnë gjepëhone të na qojnë fyshe. Na qojnë gjepëhone të na binë fyshe, e kese me komitat do të luftojmë ve, e tese me komitat do të luftojmë vete.
nesë, hyje shtinë me hota të binë nësëje. Orgju komita të buka, harita I njoftë të trimat e zaja, azita zi njoftë të trimat e zaja zi. Me qënë se në ne jemi marrë me muzikë, pika 78-9, mirë po me folklor, fillon me qitelia. Unë Ramazan Justofi, ishte për fshatin Drogomesht Abdulli. Mirë po, në stil fjesht jo, instrumente ndryshon të atë. Vazhdojmë gati 20 vite ne kemi kënu, po I me adaptohu ma shumë si që e kërkuam të koha. Fjesht ato këngët e vjetra si I kimi nëgju, ato nuk I kimi kënu se nuk e kërkuam të vendi. A ku ishëm në përdasma, kërkuaj një ndryshim. Që në Zajas janë 10 këngë të fshatit katonit Zajazit. 10 këngë të përpunume atë, të njerëzve kështu që kanë lënë mrapa histori të vetën. Merë po, tash s'ka kushtit. Këngët ua kanë kushtuar trimave që kanë luftuar për t'i mbrojtur trojet e tyre, të cilat edhe sot e kësaj dite I këndojnë në për tubime dhe manifestime të ndryshme. Komunistat me ushtrije, në Zajas po dojnë me hyje. Jullë kam kryqën e balto gjakon, me fajilat oj thonë plakon. Qysh po thuti more plake, po na shkel shka unë konake. Greto mole koden, po lufton me fajli vogel. Në Kërçovo mal me male, ka luftu e me fajli madhe. O gjem sabri, janë një burë shifta, arena I murë pushkën në ranë za, arena murë pushkën në ranë zane.
20 viteve, si maj me nunë si fëmijë, ku po marrë pjesën e si krushk për të marrë në i nuse, në vend të muzikave, kur nesesht të Koçaja për të marrë nusën, filluajnë ata grupet plesneja që ishin të caktohu me këngët e veta burimore, tu shku edhe kur nisnjën këngën të kënuhin Koçaja do të ndalështes, ata kënuhin për para Koçajis, si shkunjen me strofka, e marrunjen strofkën e parë, filluajnë të nesen, mas 50 metrash, prape filluajnë qatë këngë në strofkën e dytë, edhe ashtu vazhdojnë deri ku ishte vendi për ta marrë nusën. Prapë kur ktheshin prapa qashtu të kënu, strofka, e në do të mrenjën në vendin ku e binjën nusën në shtëpi të veten, por para se pregadites të darsma filluashte emëroheshte një kryesor i darsmës me akshihane, ushqimi pregaditeshte aty, në qoftë se ishte darsma në mëngjes fkateshin në drijek popullata, në qoftë se ishte në mramje fkateshte në darkë. Edhe qashtu me radhë, filluajmë sot teknika ma fort, mekanizacia me këta qire që shumë, sot merren me qire. Në për restorantet buen darsmat. Por përveç këngës burimore, ato i kanë ruajtur edhe këngët e dasmave, të cilat i kanë këndu edhe burrat edhe gratë. Moj gjemile zëllon fet me rema, si na donjë qyqe donjë zemra, si na donjë qyqe donjë